Ka sugjeruar Vjera një super restorant, por nuk do ta besoni se sa lek paguam në përfundim. Kemi ardhur mu përballë malit të Tomorit, mbi liçenin e Shpiragut, që ishte shumë i bukur. Jemi vetëm 14 kilometra nga Berati, 25 minuta pra në fshatin Sinj. Ky ishte edhe Lisi 250 vjeçar, nga i cili kishte marrë emrin edhe restoranti. Ambienti ishte shumë i ngrohtë dhe shumë i bukur. Ne ishim 4 persona dhe porositëm një djathë të bardhë, një sallatë fshati, një salcë kosi, këtë mesoren që ishte tradicionale e restorantit, gjysmë litri verë që na e sugjeroi kamarieri, një patate, një djathë furre dhe një zog fshati që na e serviren me pilaf dhe makarona. Sigurisht që zogun e morëm me vete sepse nuk kishim vend ku ta fusnim. Ushqimi, shërbimi dhe çmimi meritonin vlerësim maksimal. Shpresoj që të vijojnë në këtë rrugë, pasi shumë restorante e prishin dorën sapo bëjnë pak klientelë.